Jetoj në një qytet që dremit dhe zgjohet mbi supin e një mare. Korça është rikthyer mbrëmjen e dieshme në vëmendjen e artdashësve duke çelur edicionin e radhës të netëve të poezisë, një event që mbledh poetë dhe dashamirës të fjalës artistike nga gjithë bota. Në këtë edicion marrin pjesë 34 autorë nga vende si Italia, Franca, Izraeli, Monako, Greqia, Kosova dhe Shqipëria. Poezitë e tyre sjellin jo vetëm ndjeshmëri dhe mesazhe universale, por edhe ngjyrat kulturore të vendeve përkatëse. Mbrëmja u hap me një homazh për poetin korçar Skënder Rusi, një emër i njohur dhe i dashur për letërsinë shqipe. Korça është poezi dhe emri poetit Skënder Rusi lidhet drejt për drejt me atë pasion që ka sjell ka 29 vjet poetët në qytetin e Korçës për të qenë pjesë atij vibrimi të çuditshëm që ky poet ka për të ngacmuar dhe frymëzuar krijuesit dhe të përcjell dhe për të përcjell dhe për të ndarë ato emocione që poezia di të përcjell. Sot netët u çelën me emrin e poetit Skënder Rusi dhe me vargjet e tij. Autorët theksuan rëndësinë që kanë këto net poetike për promovimin e krijimtarisë, si dhe për ndërtimin e urave të reja bashkëpunimi mes kulturave dhe popujve. Zërat e poetëve Valbona Lola, Arjan Kallço dhe Stefania Romito sollën emocione të veçanta për publikun. Netët korçare të poezisë është një event i veçantë, siç e shikoni, kanë marrë pjesë autorë nga e gjithë bota. Korça, si gjithmonë, është një rrezë e dritë që mirëpret poetët, të cilët sjellin ndjenjat dhe shpirtin e tyre më të bukur nga poezitë e tyre. Është një mënyrë shumë e mirë për të promovuar poezinë, por njëkohësisht edhe për të krijuar ura bashkëpunimi me të gjitha vendet e tjera, edhe me poetë ndryshëm. Kultura ka nevojë për uralice. Dhe këto uralice i sjellin poetët, i sjellin njerëzit e artit dhe të kulturës. Unë ndihem shumë mirë sepse me Stefanian jemi miq prej shumë kohësh dhe na lidh pikërisht poezia, na lidh ajo traditë e bukur përcjellje shpirtërore të ndjenjave të çdo poeti. Nuk është hera ime e parë që vi në Shqipëri, e dua Shqipërinë. Është hera e parë që vi në Korçë, në festivalin e poezisë. Është nder dhe kënaqësi të ndaj këtë pasion me poetë të tjerë nga çdo vend i botës. Netët korçare të poezisë vazhdojnë të jenë një simbol i gjallë i bashkimit përmes artit dhe një dëshmi se fjala poetike mbetet gjithmonë një urlidhse mes poetëve. Unë përqafohesha për vdekje me një grua, siç përqafohet lumi që vjen me buqima e me dall.